Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 52 vjeç dhe jetoj në Tiranë. Po ta mendoj sot, jeta ime para se ta njihja mirën ishte si një rrugë e gjatë, e drejtë dhe pa kthesa, e sigurt por shumë e mërzitshme. Isha mësuar me një rutinë që nuk më sfidonte më. Zgjohesha çdo mëngjes me të njëjtën ndjesi, jo keq, por as mirë. Punë, shtëpi, televizor, gjumë. Të nesërmen e njëjta gjë. Ndonjëherë e gjeja veten duke parë orën dhe duke menduar, si kaloi dita kaq shpejt pa ndodhur asgjë? Dhe pastaj më kapte një lloj bëshllëku që nuk dija si ta mbushja. Por më e keqja është që u mësova me atë bëshllëk. E pranova si pjesë të jetës, madje e justifikoja. Kështu është jeta në këtë moshë. Nuk je më për aventura. Duhet qetësi. Por në të vërtetë nuk ishte qetësi. Ishte mungesë ndjenje, mungesë gjallërie, dhe kjo vazhdoi për vite me radhë. Derisa ajo hyri në jetën time dhe më prishi gjithë këtë qetësi. Takimi ynë i parë nuk ishte i madh, por ndjesia që më la ishte. Në fillim nuk e kuptova pse. Nuk ishte vetëm pamja, as mënyra si ajo fliste. Ishte diçka më e thellë. Një lloj pranie që të bënte të ndaleshe. Me kalimin e ditëve kuptova që ajo pranoi që po bëhej gjithnjë e më rëndësishme për mua. Fillova të ndryshoj pa e kuptuar. Fillova të pres gjëra, gjë që nuk e kisha bërë prej kohësh. Prisja ta shihja, prisja të flisnim, prisja ato bisedat që më bënin të mendoja ndryshe. Një nga momentet që më kujtohet shumë qartë ishte një mbrëmje vere kur po ecnim në rrugët e qeta të qytetit. Ajri ishte i ngrohtë, njerëzit kishin dalë për shëtitje. Ne po ecim ngadalë pa ndonjë destinacion të caktuar. Ti ke shumë mendime brenda vetes, më tha papritur. Si, në ç'kuptim? Ti nuk i thua gjërat. Po ti, e pyeta unë. Unë i them dhe pastaj i lë të ikin. Kjo ishte një nga ato gjërat që më habiste tek ajo. Ajo nuk mbante gjëra për brenda. Nuk i rëndonte mendimet, ndërsa unë i mbaja të gjitha. Ndoshta për këtë arsye, pranë saj fillova të ndihem më i lehtë. Një tjetër moment që më ka mbetur në mendje ishte hera e parë që u grindëm. Ishte për diçka të vogël, një keq kuptim. Unë u mbylla në vetvete siç bëja gjithmonë, ndërsa ajo, përkundrazi, erdhi dhe më tha: "Nuk dua një njeri që hesht kur ka diçka. Dua një njeri që flet." Unë ndjeva në siklet. Nuk isha mësuar të flisja për ndjenjat e mia, por ajo nuk më la shteg tjetër. Për herë të parë u përpoqja të shpjegoj, të them se çfarë më shqetësonte. Ishte e vështirë, por në fund u ndjeva më mirë. Dhe ajo më pa duke më thënë: "A e shikon? Nuk ishte aq e vështirë." Ajo më mësoi gjëra që nuk i kisha mësuar kurrë më parë, jo me fjalë të mëdha, por me vepra. Me mënyrën si jetonte, me mënyrën si përballonte gjërat. Një moment shumë i veçantë për mua ishte një mëngjes i zakonshëm. U zgjova dhe ajo ishte në kuzhinë, po bënte kafe. Dielli po hynte nga dritarja dhe për një moment thjesht e pash dhe mendova: kjo është ajo që më ka munguar gjithë këto vite. Jo diçka e madhe, jo diçka dramatike, por kjo ndjenje thjesht që nuk je vetëm. Që dikush është aty për ty, me ty. Sigurisht kishte edhe ditë të vështira, ditë kur lodhja, stresi, ose mendimet e vjetra ktheheshin. Ditë kur unë dyshoja, jo tek ajo, por tek vetja. Ndoshta nuk jam bërë për këtë, i thosha. Ajo më shikonte seriozisht. Ti e bërë për të qenë i lumtur, thjesht nuk je mësuar. Këto fjalë të saj më goditën, sepse në thelb ishte e vërtet. Nuk isha mësuar me lumturinë, isha mësuar me qetësim pa ndjenja, dhe ajo më mësoi ndryshimin.
Një nga sfidat më të mëdha ishte kur vendosëm të jetonim bashk. Ishte një hap shumë i madh për mua. Për vite kisha mësuar atë jetesën e vetmuar, kisha rregullat e mia, hapësirën time, heshtjen time, por ajo hyri në atë hapësirë dhe nuk e prishi. Përkundrazi, e përmirësoi. Solli gjallëri, zë, të qeshura, madje edhe rëmuj ndonjëherë, por një rëmuj që kishte jetë. Një natë ndërsa po rrinim në divan i thash: "A e di që më ke ndryshuar komplet jetën?" Shpresoj për mirë ma ktheu. Për shumë mirë, sepse ishte e vërtet. Ajo nuk më bëri një njeri tjetër, më bëri versionin më të mirë të vetes time. Sot kur e shoh jetën time, e kuptoj që gjithçka që më dukej problem në fillim, ishte thjesht frikë. Frikë nga ndryshimi, frikë nga gjykimi, nga e panjohura, por sa po e lash atë frikë, gjeta diçka shumë më të madhe. Mos më shpëto çdo herë, më tha duke qeshur lehtë. Unë kam mënyrat e mia. Unë dala atë ditë, e pash teksa tërhoqi karigen, unë gjit me kujdes dhe mori atë që donte pas një problem. Në atë moment kuptova diçka shumë të rëndësishme. Ajo nuk kishte nevojë për dikë që ta shihte si të brisht. Kishte nevojë për dikë që ta respektonte siç ajo ishte. Dhe kjo për mua ishte një mësim. Deri atëherë pa e kuptuar, po përpiqesha ta ndihmoja në një mënyrë që në fakt e vendoste në një pozicion më të dobët. Ndërsa ajo nuk ishte as pak e dobët. Një nga momentet më të forta për mua ishte një ditë në rrugë, kur një burr pas një filtër tha me zë të lartë: "Si a del kjo vajzë kështu? Është xhuxhe." E dëgjova, unë dala, ndjeva gjakun të më vloj, por para se të reagoja, ajo më kapi lehtë nga dora. "Mos," më tha. "Pse?" I thash. "Nuk dua që jeta ime të kthehet në reagime kundrejt njerëzve." Kjo fjali më uli me njerë. Kuptova që ajo kishte kaluar gjithë jetën duke zgjedhur betejat e saja, dhe kjo nuk ishte një betejë që ja vlente. Vazhduam të ecim, por brenda meje diçka ndryshoi. Për herë të parë nuk po e shija më si dikë që duhet mbrojtur. Po e shija si dikë që më mësonte si të jem më i fortë. Me kalimin e kohës fillova të vërej edhe gjëra të reja. Se si e kishte përshtatur jetën e saj në mënyrën më praktike. Si çdo gjë në shtëpi kishte vendin e vet, ajo dinte saktësisht si të arrinte çdo gjë pa e dramatizuar. "Ti ke menduar çdo detaj," i thash. "Kur rritesh me aftësi ndryshe i mendon." Gjithsesi kuptova që ndonjëherë ndihma ime vinte nga një vend i gabuar, jo nga respekti, por nga një lloj keqardhje e fshehtë. Dhe ajo nuk kishte nevojë për këtë. Që nga ajo ditë fillova të ndryshoj mënyrën se si unë sillesha. Jo vetëm me të, por edhe me veten time. Fillova ta shoh ndryshe, jo si dikë me një problem, por si dikë të plot, dhe kjo ndryshoi gjithçka mes nesh. Një nga momentet më të bukura ishte një mëngjes i zakonshëm kur po pinim kafe bashk. Dielli po hynte nga dritarja dhe ajo po fliste për planet e ditës. Unë thjesht po e dëgjoja. Sa e fortë është kjo grua, mendoja me veten time. Kam një grua që edhe pse është e vogël në trup ka një forcë, një mendje dhe një zemër që e mbush çdo hapësirë ku ndodhet. Dhe në fund të ditës kjo është ajo që ka vërtet rëndësi.